Mbi 26.600 maturant në të gjithë vendin në 2 qershor ju nënshtruan provimin të parë të maturës shtetërore 2026, aty të gjuhës së huaj. Edhe në qytetin e Lushnjës, 75 maturant nga 4 shkollat e mesme të bashkisë morën pjesë në këtë proces të rëndësishëm, duke respektuar rregullat dhe procedurat e përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Provimi nisi sipas orarit zyrtar dhe u zhvillua në kushte normale nën administrimin e komisioneve përkatëse. Maturantët u paraqitën në ambientet e shkollave me dokumentet e nevojshme, ndërsa masat organizative synuan garantimin e një procesi të rregullt, të drejtë dhe transparent për të gjithë. Në përfundim të testit, shumica e maturantëve u shprehën optimist për rezultatin, duke vlerësuar se pyetjet ishin në përputhje me programin mësimor të zhvilluar gjatë vitit shkollor. Edhe mësuesit dhe administratorët e provimit evidentuan mbarvajtjen e procesit pa probleme apo incidente. Sipas kalendarit të maturës shtetërore, pas provimit të gjuhës së huaj, nxënësit do të nënshtrohen edhe 3 provimeve të tjera. Provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë do të zhvillohet më 9 qershor, ai i matematikës më 16 qershor, ndërsa provimi me zgjedhje më 23 qershor. Maturantët shpresojnë të arrijnë rezultate sa më të mira, të cilat do të shërbejnë për vijimin e studimeve të larta dhe realizimin e objektivave të tyre akademike.